Qendra Shqiptare për Gazetarinë Cilësore prezantoi në Korçë gjetjet paraprake të raportit për klikimet Gazetaria online mes performancës dhe qëllimit, një studim që analizon ndikimin e klikimeve, algoritmeve dhe rrjeteve sociale në mediat online shqiptare. Studimi i mbështetur në monitorimin e 18 mediave online, intervista me profesionistë të medias dhe një anketë me të rinjt, evidenton se mediat po funksionojnë gjithnjë e më shumë nën presionin e performancës digjitale dhe ekonomisë së vëmendjes. Sipas raportit, ritmi i lartë i publikimit dhe konkurenca për audiencë ndikojnë në mënyrën se si prodhohet dhe shpërndahet informacioni, ndërsa mediat investigative dhe ato jo fitimprurse vijojnë të ruajnë standarde më të qëndrueshme editoriale. Është bërë vlerësimi në dy kategori. Kategoria e parë ka qenë vlerësimi indeksi i cilësisë, ku kemi parë nëse ka linjë referuese, nëse ka deklarata që japin kontekst, nëse ka informacion gjithashtu thash që jep një lloj konteksti për lajmin që është bërë, gjithashtu është bërë një vlerësim për indeksi i klikueshmërisë, ku kemi parë nëse titujt kanë qenë ndjellës ose nxitës që ta bëjnë audiencën që të klikojë apo jo. Dhe zakonisht kemi vlerësuar nëse ka për shembull narracion emocional, nëse i flitet emocionit, nëse ka një lloj tentativa për ta polarizuar shoqërinë dhe elementë të tillë të ngjashëm, dhe kemi bërë një krahasim midis mediave, ku na ka dalë që media të cilat kanë një qasje dhe modelin e tyre të biznesit dhe kanë të bazuar tek pjesa e klikimeve janë mund të angazhuar në drejtim të këtyre titujve clickbait, ndërkohë që ka media të tjera të cilat nuk e kanë bazuar modelin e tyre të biznesit tek klikimet, të cilat janë më të kujdesshme dhe kanë më shumë kontekst, pra dhe përmbajtja që ato publikojnë është më cilësore. Në takimin e zhvilluar në Korçë morën pjesë gazetar, redaktor dhe profesionistë të medias lokale, të cilët diskutuan mbi sfidat e gazetarisë online, ndikimin e algoritmeve në përzgjedhjen e lajmeve, balancën mes shpejtësisë dhe verifikimit të informacionit, si dhe presionet ekonomike me të cilat përballen redaksit.